Me njëherë shoqëruesit e kryeministit të Indisë kanë thonë, jo, s'ban me fotografu. Ta e në miq personal kë. Po, kë nuk është takim. Nuk është takim që me thonë, zëvendës kryeministri i Kosovës takoi kryeministrin e Indisë. Domthonë, fotografi ti mundesh me bë spekulime, po fotografi s'ka. Domthonë, se s'ka dashur me bë sepse ka qenë qendrim politik i Indisë, që mësme bo, pavarësisht se ato ka pas shok me gjetin. Kurse përket kësojna ku Lvjosa e ku Bajrambegaj, unë po që ajo ullë në s'mune me prit që dikush me respektu Kosovën para Shqipërisë, kur ti vetë në Kosovë i jep përparësi Shqipërisë. Kur ti vetë në Kosovë i qëtë simbolet e Shqipërisë, kur ti vetë në Kosovë ka edhe ministra, për shumë që e qunë shtet amë, duke arru që Kosovë është shtet amë i shqiptarëve të Kosovës, e tjera edhe po pretë që tash Grenelle me ullë Vjosën para Bajrambegajt. Nuk ndodha ajo. Nuk se do të... Kur ti se respekton vetë vetën... Veç për shata po? Naturisht, kur se respekton vetën, kur nuk respekton vetën, nuk të respekton as aj tjetëri ma parë. Më spret që e qëtë para Bajrambegajt. Tjetërët se përket kësoj zgjedhjeve dhe Euleksit. Unë kam një trekim që është interesant me kallëzu, kur kam qenë vetë në garë, shefi Euleksit Mitrovic erë dhe tha, du me të një mu. Shefi Euleksit me një mu të një zgjedhje? Po, tha, kallëzëm i 3 venet ku ki ma të rëndësishme, tha, se i di që ti ki resurset e kuvizu me njerëz të besueshëm, tha, aty s'ki nevojë me qenë njerëz të besueshëm, se i kam unë njerëz të mi, edhe ti plej dothun për që ato 3 vene, që tjetër ka, Mu angazhuaj në fushat për ty. Jo në fushat, po a i kish me monitoru. Po më në problemi është se problem atëre u konë me më mbrojt vota. Nuk ka qenë si sot që në zgjedhjet, po atëre në vjedh votat me të madhe. Edhe ka qenë problemi i rujt. Votat edhe une i besova, kur do rezultatin, aty në që ato 3 vene më kishin rru. Dhe më thonë, në këtë dalim për këtë venëm tjera, aty isha met me zëni. Kur masa nëjna e pësha, a i po i njëti u bo këshiltari Hashim Thaqët, ma vonë, po më dojë, shefi Euleksit, ma vonë doli që ka qenë spionit dyfesht, dhe më thonë edhe i shërbimit francez, edhe i shikut edhe u morë vesh pëse ma ka bo këtë zëzdit. Që na nuk duhet me pas besim, unë po të tregoj për vetën që shem djegë. Nga besimi që ke pas të ndërëmba. Kurse përket kësaj gjykatës kushtetuese, pse ka sulmu Albini gjykatën kushtetuese, shiko, ai kryesor është që e ka respektu vendimet e gjykatës kushtetuese. Se na gjykata kushtetuese nuk është një institucion i shenjtë. Na mundëm këtu me kritiku. I të ectu presidentin, sa e tha. Po, nëse se pas në ditë, po, që pas ka thonë, po nuk është një institucion i shenjtë. Na po kritikojmë presidentin, kryeministrin, po kritikojmë njëri tjetrin, këtu mund me kritiku edhe gjykatën kushtetuese, një të drejtë ka edhe kryeministri me kritiku gjykatën kushtetuese. A tjetër çka është mos me zbatu. Se drejt kryeministrit me kritiku gjykatën kushtetuese. Edhe jo me kritiku, me sulmu gjykatën kushtetuese. Po me çka ka sulmu? Ja ka thënë policinë gjykatës kushtetuese, çka ka bën? Me sulmu, e ka sulmu verbalisht. Po flasë çka vendosur eksploziv. Ç'kjo çfarë problemi? Problemi është që na po dojmë mja njofë si merit Albinit, pse e ka zbatu vendimin gjykatës kushtetuese. Çka do të bëhet tjetër? S'është merit, ajo është obligim. Çka mundet me votë? Jo, mundet me votë. Ajo do të thonë mbështet. Çka ka mujt e ka bo. Gjykata kushtetuese, partitë politike e kanë hapësirën për çdo çështje me çu komentet. Ashtu është. Që vetë vendosi a kritikoj ke LDK apo PDK se spiçojnë komente për listën se. Ç'kjo është debati që bëhet për gjykatën kushtetuese, që është debati demokratik. Ndërkohë që nëse thirret konferenca, dilet prej aktorëve politik, dolin listat e emrat gjykatësve, e përdoret turlifar akuze, nuk është kritikë. Na nëse i nxjerrim çtash emrat e gjykatësve,
Si kryeministër Nedj. Po s'ka rëndësi, kryeministri është edhe qytetari i vendit. Nuk është thjesht qytetar, ka më shumë përgjegjësi. Po ka më shumë përgjegjësi, po ka të njëjtat të drejta. Nuk ka për shembull një drejtë që e kam unë, mos më pas edhe kryeministri. Po, veç ka. Ai ka përgjegjësi më të se unë. Përgjegjësi shtesë. Po, ai ka përgjegjësi shtesë, po nuk ka të drejta mongut me jeteja. Po, nëse na kem drejt me kritikue, ka drejt edhe ai me kritikue, ka drejt me kritiku presidentin, ka drejt presidentja me kritiku kryeministrin. Derisa nuk e ka tunën edhe backgroundin e presionit politik. Pra, na mëna me kritiku këtë gjykatën kushtetuese. Nëse tash normalizohet pak që puna e kritikës për gjykatën kushtetuese përpara nuk kanë çka. Nëse normalizohet që puna e drejta për me kritiku gjykatën kushtetuese nga kryeministri. Kjo është një prej problemeve kryesore që po normalizohen shumë veprime ose stade në cilat na i kena marrë si të mirëqenia që atje nuk më rinë Kosova. Pra nuk më rinë Kosova, unë e kuptoj për shembull që protokolli i takimit, për shembull, normalisht para presidentit të Shqipërisë as nuk isha prit presidenti i Kosovës më qenë, po para ministrit jashtëm Shqipërisë po se po. Apo kupton, sepse nëse ka nivel të presidentëve, ulen presidentët. Nuk vendosen, pra, shka po do me thënë? Okej, po tash, tema është, ose në anën tjetër, tema është që kjo normalizimi i qëtyne stateve që janë regresive dorën zemrë, janë regres për Kosovën. Nuk është normale nëse institucionet kryesore të shtetit, në këtë rast presidentja, del edhe, hajtë po them, nuk për deklasifikat, se ka pas informacion deklasifikum, pak të në qatë pik, pak të në qashtu më duket mu, po flet me informacionet sektorit sigurisë për një individ të caktuar, pavarësisht cilën detyrë është, cilët pastaj ja dërgon komentet në temën tjetër. Pra, është një sjellje jo normale, edhe mendoj që është gabim elementar nëse na vazhdojmë me normalizu qëto sjellje që janë keqësisht jo normale. Qysh thojnë ana? Qysh po ban Nedji tash? Nuk e kam veç individuale në këtë rast, po në shumë diskutime publike, që ky narrativi publik është po e bojnë. Po bre e bojnë, po s'është normale, aja qesim emnin që s'është normale. Nuk është normale kur ka presion. Nuk është normale për shembull gjykatës në Hog, për shembull kur paraqiten deputet lider partish atje i bojnë presion atje nuk është normale kur kryeministri nuk shën prokurori. Nuk është normale. Edhe duhet me janë gjithë emnin e vetë, që thonë ta në imit dhe shemit. Që t'ja emnin, që kjo është emni që saj që pëndohet. Edhe në këtë vazhden, se për mas me do të këtë për tepës, në këtë vazhden e qëndrueshmërisë shtetit, në kohën kër është pezullu dialogu strategjik. Jena që sa vjetë në masa prej Bashkimit Evropian. Kjo të regon që përfatësimi nuk mundet me qenë me krenari, nuk mundet me më konë edhe lypës edhe zgas. Pra, po lypë siguri, po lypë mbrojtje, po lypë ndërmjetësim, po lypë me zbut edhe komunitetin sërbë që s'pëta pranon shtetin e Kosovës, po i lypë gjitha, po mas ne po thohu, ati shka, unë jam vetë. Jo për nuk eksiston që kjo. Nuk eksiston asë për Francën e Gjermanin, se lere më për Kosovën. Nëmon, edhe na i kena pos për do gjona atë mirëqena, dhe brandë për e këshujt të brandë. I kena pos do gjona të mirëqena. Na nuk kem nevoj edhe njëherë më këthuj me dhënë, okej, cilë është potencial, a kemi det apo s'kemi det? Cilat janë mekanizma tonë o cilat janë mekanizma tjerë. Qëto janë elementet mirëqena, cilat na duhet me avancu, për nuk kem nevoj edhe njëherë me dhënë, hajde ta këshujmë kushina na. Momentin kur përthojna kushina na, veç duhet me ditë që qaj konteksti
ndërkombëtar, mas ne thonë, okej, edhe na për jo këshyëm, kush jene jo, pra. Mas ju për këshyën e vetën, kush jene jo, edhe na dojna